Es-salatu mi'rajul mu'min. Namazi është miraxhi i besimtarit. Namazi është udhëtimi i besimtarit që shkon tek Zoti. Pra imagjinojmë sa farz të bekuar kemi që na ka obliguar Allah i lartësuar, sepse i do që ta shoh robin e tij në prezencën e tij. Muhamedit alayhi salatu vesselam e mori fizikisht dhe e çoi në 7 kat e qej, kurse ne fizikisht ndoshta nuk shkojmë atje, sepse jemi rob, kurse si nuk mund të jemi në ato grada, por ama shpirtërisht na është dhënë mundësia gjithë secilit prej nesh që ta përjetojmë këtë udhtim të madh. Dhe tha profeti alayhi salatu vesselam ku shkoi në pranitë Allahut të lartësuar: "At-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu." Përshëndetjet, respekti dhe lavdi më i lartësuar, më i përkryer, më i bukur janë vetëm për Allahun e lartësuar. Lillah, janë vetëm për Zotin. Dhe Allahu i lartësuar do t'i përgjigjet profetit ton Muhamedit sallallahu alaihi wasallam: "Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh." Paqja, begatia, mirësia qoftë me ty, o i dërguari i Zotit, o nebi. Allahu i lartësuar bën këtë dua për profetin alayhi salatu vesselam. Dhe të gjithë këtë dëshmi të madhe, të gjithë këtë dialog që të gjithë krijesat ishin me sy edhe me vesh, se çfarë po ndodh bota e qiellit me sy edhe me vesh, se çfarë do të flitet midis Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, robit më të zgjedhur të Allahut të lartësuar dhe Allahut krijuesit të botëve, kur ta shikojnë këtë dialog kaq të madh, do të dëshmojnë të gjithë: Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Dëshmojmë se nuk ka Zot tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut, dhe dëshmojmë se Muhamedi alayhi salatu vesselam është rob dhe i dërguar i tij. Dhe ky është tehijati të dashur besimtar që gjithë secili prej nesh e lexon në namaz, në uljen e dytë apo në uljen e tretë apo në uljen e katërt. Pra imagjinoni ta lexojmë tehijatin me këtë dituri që sapo morëm, me këtë informacion që sapo morëm. Një dialog që është bërë midis Allahut të lartësuar, profetit Muhammed alayhi salatu vesselam, që e ka dëshmuar e gjithë krijesa qiellore. Allahu na e mundsoi dhe ne si besimtar, elhamdulillah, sepse është bekim i madh ti je besimtar, është bekim i madh të adhurosh Zotin e lartësuar dhe ti të dëshmosh këtë dëshmi kaq të madhe në namazin tënd, por të jesh aty fizikisht, të jesh aty shpirtërisht, jo të jesh në namaz dhe mendja tjetër kund, por ta përjetosh. Namazi është miraxhi i besimtarit.